Imagjinoni të mbani një pasaport që ju jep akses në pothuajse çdo cep të planetit. Shijoni privilegjin tatimor, cilësi jete, sigurime shoqërore ose thjesht ndjenjen e përkatësisë në një shtet me prestigj global. Nëse mendoni se marrja e një shtetësie të dytë është e lehtë, më mirë harroni këto 5 vende. Imagjinoni të mbani një pasaport që ju ofron akses pothuajse kudo në botë, privilegjet tatimore, cilësi lartëtese, sigurime shoqërore dhe ndjesinë e përkatësisë në një shtet me reputacion global. Nëpërmjet intervistimeve, martesës apo aftësive të veçanta, gjithnjë e më shumë individ po përpiqen të fitojnë një shtetësi të re. Megjithatë, ndërsa vende si Japonia, Singapuri apo Emiratet e Bashkuara Arabe renditen shpesh në krye të listës së pasaportave më të fuqishme, ato nuk janë e dashmikpritëse për të huajt që duan të bëhen qytetar. Nëse nuk jeni të martuar me një shtet ose vendos, nuk jeni jetuar aty për shumë vite apo nuk jeni ndonjë shkencëtar i njohur ndërkombëtarisht, atëherë rruga drejt pasaportës është pothuajse e pamundur. Vendi i parë është Zvicra, e cila është e njohur për standardet e saj të larta. Në procesin e naturalizimit, për të aplikuar për shtetësi, duhet keni jetuar në vend për të paktën 10 vjet, të flisni arrjetshëm një nga gjuhët zyrtare dhe të kaloni testet njohurish, intervista me autoritetet lokale dhe veçanërisht të merrni miratime nga komuniteti ku jetoni. Po, banorët lokal kanë të drejtë të vendosin nëse ju e meritoni të bëheni qytetar të Zvicrës. Vendi i dytë është Austria, e cila ngre më shumë nivelin. Aplikantët duhet të kenë qëndruar për të paktën 10 vjet në mënyrë të vazhdueshme, të zotrojnë shkëlqyeshëm gjuhën gjermane, të jenë plotësisht të integruar në kulturën vendase dhe çka është e detyrueshme, të ishin dorë nga shtetësia më parshme. Përjashtimet janë jashtëzakonisht të rralla dhe u rezervohen vetëm individëve me arritje të jashtëzakonshme në shkencë, art apo sport. Vendi i tretë është Japonia. Procesi i marrjes së shtetësisë është aq i ndërlikuar saqë dekurajon shumicën e aplikantëve. Për të pasur një shans, duhet të keni jetuar atje për të paktën 5 vjet, të keni të ardhurat e shëndrueshme, të ishni dorë nga çdo shtetësi tjetër dhe të përshtateni në mënyrë të dukshme me shoqërinë dhe kulturën japoneze. Vendi i katërt, Arabia Saudite. Edhe nëse qëndroni 10 vjet rresh në Arabinë Saudite, kjo nuk ju garanton shtetësinë. Ajo jepet vetëm në raste të veçanta, zakonisht për individ me profesione strategjike si mjek, inxhinier apo ekspert teknologjie dhe shpesh vetëm e ftesë nga autoritetet saudite. Ky është një sistem ku edhe përkushtimi afatgjat nuk është garanci për pranimin si qytetar. Vendi i pestë janë Emiratet e Bashkuara Arabe. Mund të konsiderohet si një nga vendet më të vështira për të marrë shtetësinë. Edhe pas 30 vitesh qëndrimi, mund të mos ju jepet pasaporta. Ajo u ofrohet zakonisht shkencëtarëve, mjekëve, investitorëve apo individëve me aftësi të jashtëzakonshme që mund të sjellin vlerë të veçantë për vendin. Edhe kur ju jepet shtetësia, të drejtat e plota që gëzojnë shtetasit vendos zakonisht nuk përfshihen, ndërsa shumë shtete ofrojnë shtetësi përmes programeve të investimeve apo naturalizimit, ka edhe vende që i shndrojnë besnik një filozofi ekskluzive dhe të përzgjedhur. Në këto 5 shtete të bëhesh qytetar është privilegji rezervuar vetëm për pak të zgjedhur.